shohësh kohëve të fundit kur këta e quajnë tradhtarë dhe Rifat Jasharin. E shohin Rifat Jasharin se ka shku në një familje tradhtarësh në familjen Haradinaj. Dhe nëse ne shikojmë, këto dy familje janë emblematike në kombin shqiptar, jo vetëm Kosovë, po në mbar shqiptarin, në shekullin e fundit, familjet më të ndritura dhe t'i quajnë tradhtarë atëherë kush jemi ne të tjerët. Dhe realisht shumë herë njeriu ja shtron vetes pyetjen nëse këta njerëz janë tradhtarë, atëherë vërtet kush janë patriotët? Ne s'kemi patriot pastaj, sepse njerëzit që i kemi në qeveri, oponentët politik që për shkaqe të bindjeve të ndryshme, të interesave të tyre, shajnë, fyejnë, linçojnë çdo njeri që mendon ndryshe, s'ka lidhje mendon shumë kombëtarisht ose jo. Reagimi im atë ditë ka qenë si rezultat edhe pak i ngarkesës emocionale, megjithse, e kam thënë disa herë, absolutisht nuk do të hiqja asgjë nga esenca. Po të mos ishte emocioni, ndoshta kisha me qenë më i kujdesshëm në intonacion dhe në ndonjë shprehje aty këtu, por në materie absolutisht nuk jam i penduar as pak në ato që kam thënë. Arsyeja e emocionit ishte sepse vllau 28 vite më parë ka pas mbi 30 plumba në krahëror përgjatë shpatullës, përgjatë dorës dhe deri te shuplaka e dorës ku dhe është shkatruar dora me gjithë dorkapsin e automatikut, sepse pozita e tij që ka qenë i shtrirë në pozicion nga prapa që është gjujt nga serbët, në distancë 15 metra nga dy ushtarë serb me mitraloza pa ndërprer, po Zoti ka thonë që të mos vdesë dhe e kanë shku plumbat nga prapa kokës ka veshje, kanë kap komplet në krahëror përgjatë dorës deri në dorkaps, që ka qenë nëse shikojmë 1 centimetër ose më pak se 1 centimetër që ta kapi në kokë dhe të vritet. Pra, për vite tëra nuk ka qenë interesuar që të bëj protezë, pastaj ne sikur nuk ja kemi imponuar dhe si mi marrë me atë punë sikur të gjithë jemi mësuar me realitetin dhe duke e ditur që për çka e ka humbur dorën, pra e kemi konsideruar sepse vërtet njerëz që japin gjymtyr për lirinë e dheut, ata janë heroj gjallë, pavarësisht që një klasë politike në Kosovë herojtë e ne don vetëm të vdekur të gjallë të quhen tradhtar, siç është rasti me Haradinaj, Luanin e don se është i vdekur, po jo Ramushi është tradhtar, se është i gjallë. A në të njëjtën kohë dhe Ramushi është heroj gjallë. Pra, 28 vite me vonë erdhi situata si erdhi deri te një protezë elektronike. Në një bisedë stil për kafe, një vizitë te mjeku, njëri ndër mjekët e mirë shqiptar, këtu kardiolog Sulejman Qela, i mjek i imi, të cilin e përshëndes, tha pse s'kujdesesh për një protezë, edhe po i tregoj unë realitetin, se vllau s'ka dashur edhe ne nuk jemi marrë me atë punë, edhe ai thot po shkon teknologjia e fundit është shumë e mirë, dhe unë e shoh që vllau nuk është më ai që ka qenë, që thoshte jo s'po du, hezitoi edhe u ndal. Dhe kur ne pim kafe, hyra në bisedë dhe kuptova që deri 2 vitet e fundit nuk e ka munduar, po ai më tregon që 2 vitet e fundit e mundon ajo punë, dhe unë e kuptoj që ai në 2 vitet e fundit pas ka provuar edhe përmes organizatës veteranëve të luftës me rang kontakt me ministrinë, si që dëgjon Ministrinë e Shëndetësisë, atë financave, cila është ajo përgjegjëse atje, po me një fjalë ka hasë në për ministrinë birokraci shumëta dhe ka hek dorë pa dëshirën e tij. Dhe kur unë e kuptoj këtë realitet, pastaj unë u bëra shumë këmbgulës që të vazhdojmë dhe vazhduam. Ditën e fjalë ishim në matjet e fundit të protezës dhe në përcaktimin e fundit të protezës ishin disa proteza mbi tavolinë, të gjitha parafërsisht njëjta, po me dallime me nuanca të vogla që kanë rëndësinë e vet. Dhe në momentin që filluam të përcaktimi i protezës, mendojmë ndryshe unë edhe vllau, me qenë se proteza ishte për atë, unë vendosa të dal jashtë që të mos jem pjesë e vendimarrjes tij, sepse mendova në të ardhmen ai ka të drejtë me mendu si ndoshta proteza tjetër kishte qenë më e mirë, më imponon vllau e tjera. Dhe unë thash po dal jashtë, edhe me gjithë kundërshtimin e vllaut edhe të mjekut prezent unë dola jashtë, po si dal jashtë, isha tepër në emocion, sepse gjatë kohës së matjeve ishte hera parë pas 28 viteve që unë e shoh vllaun tim që e shkruan emrin e tij me dorën e djathtë, me protezën elektronike, e mban një paculet në dorë, kishim emocione të shumta edhe unë edhe vllau. Dhe kur unë dal jashtë hyn Facebook, momentin që hyn Facebook, sheh komente sepse unë gjithmonë kam menduar ndryshe nga politika antikombëtare që po luhet në Kosovë, që më është bërë zakon të them nga partia antishtet në pushtet. Dhe hapi Facebookun, çka po do me pa? Ti je tradhtar, je me Vučićin kur si me Albinin, pjella serbe, t'ja kanë bënë anës kështu serb të ke dal ti, tjera dhe me një fjalë isha aq i mbushur sa që nuk pata mundësi me ndal veten edhe kam reaguar me një herë. Pra është mënyra e reagimit është si rezultat i një emocioni të prum, sepse në një moment ti je me vllaun që ka humbur dorën në moshën 20 vjeçare për lirinë e këtyre që lehin, shajnë, fyejnë, linçojnë sot. Dhe le që nuk vlerësohesh për atë,
po përkundrazi ofendohesh, shahesh, një nën që e ka la gjakun e djalit vet, një nën që ka kthy buk me qindra luftëtarëve të lirisë, ajo shahet sot dhe thuhet se serbet kanë punu me ta për me dalun, do më thonë shikoj ke ku shkojnë, po kjo nuk ka gjë më turp. Mund vjen marrë prej aty në çfarë sharje shbojmë se i shojnë antar tjerë të familjes, po dhe nëse janë gjithë njësoj krejt familja, a kanë turp, a kanë pik digniteti me e pa deri ku janë kufite normales. Po mos u pajto me mua, po kritikon me argumente, po edhe nëse më fyj diçka brenda kufive se edhe sharja i ka kufite vet. Pavarësisht që ne edhe sharjet i kemi në fjalorin e gjuhës shqipe, po jo të këtyre përmasave, jo të këtyre formave, jo deri në këtë shkallë. Dhe reagimi im ka qenë këtë formë, e përsëris edhe një herë, edhe në mënyrën më të qetë, asgjë nga esenca nuk do të hiqja. Do të isha më i kujdesshëm në intonacion dhe në shprehje pak do t'i kisha zgjedh. Për ndryshe, nuk jam i penduar as pak. Unë mendoj që partia në pushtet, partia antistet në pushtet ka mision dhe për ta realizuar misionin e saj duhet të eliminoj kategorinë e luftës. Në momentin që e eliminon këtë kategori, e ka terrenin e hapur për veprim. Eliminimi i kategorisë është mënyra më e mirë linçimi, sharjet, fyrjet. Ka njerëz të paguar mirë brenda për brenda subjektit që lëshojnë me dhjetra e qindra mesazhe në të njëjtën kohë kundër individëve dhe zakonisht njerëz të intelektual, të përgatitur, njerëz me dignitet i kanë ikur për plasjeve, sharjeve, fyrjeve dhe për ata kanë përfituar në terren. Po tash është momenti kur njerëz me dignitet i kanë dalë armikut përballë duhet të dalin edhe sharjeve. Prandaj unë e di gjithë këto sharje janë të lehta, po nuk do të merrem me to, nuk më interesojnë sharjet e fyrjet, nuk do të ndalem as unë e as shumë të tjerë si unë. Pra këta nuk do të realizojnë këtë qëllim. Qëllimi është serbizimi i Kosovës. Ky duhet ndalet. Pik. Prej Control Global ka qenë Kosova e Re, termocentrali Kosova e Re, që këta kanë penguar dhe kanë ndaluar dhe kanë paguar 20 milion euro ose më shumë si dëm shpërblim për thyrjet kontratës. Ai do të krijonte një pavarësi energjetike në Kosovë që nuk kupton edhe siguri kombëtare dhe jo vetëm që do të kishte mjaftueshëm për Kosovën, por do të kishte edhe për eksport. Zoti Kurti kundërshton çdo projekt amerikan dhe këtu të bën me mendu se është i marrur peng dhe është pjesë e mafisë energjetike të Ballkanit në krye me Serbinë, që do të thotë kjo është pjesa e saj. Nëse ky pranon një projekt amerikan, të gjitha ato bin poshtë pastaj dhe ky nuk është i interesuar me ra poshtë ato, dhe veç asaj, ky njeri me çdo veprim të jep me kuptuar që është kundër interesave të kombit. Pra, veprimet e tij në momentin që një shqiptar del kundër Amerikës në një anë tjetër, automatikisht është kundër interesave të kombit. E kam përsëritur me qindra herë në vende të ndryshme, intervista të ndryshme që oksigjeni mushkrive të Kosovës kalon nëpër Washington. Në momentin që ti i thu Washingtonit jo, je kundër kombit dhe duhet mendohet më një herë për kë punon, i kujt je, çfarë bën. Albin Kurti është i rekrutuar herët, tani kohëve të fundit kur na ka interesuar me zbulu më shumë për to viteve të fundit, e kemi parë që në kohën e studimeve të tij është studimet janë paguar nga George Soros, mënyra e lirimit nga burgu e tjera se s'do të bëjmë monoton duke i përsëritur gjithherë ato, po ky njeri e ka një të kaluar kronologjike kundër interesave të vendit. Vllau është i kalitur, e ka ditë misionin e tij dhe ne si familje kur kemi hyrë në luftë, ne kemi pas mundësinë të largohem, kemi jetuar në fshatin Gjocaj që është vetëm 2-3 orë larg kufirit në Shqipërinë. Ne kemi kaluar kufirin të paktën 2-3 herë në javë duke qenë ushtar për armatim dhe duke kthyer mbrapa, do të thotë kemi mund me u largu si familje kur të kemi dashur. Kemi mund me ndajt njëri prej neve në luftë edhe prapë në thonë se jemi familje e luftës, por ne kemi qëndruar familjarisht. Pra nuk kemi larguar asnjë, kemi qenë 5 vetë në vijën e frontit, përfshi me pastaj nënën që ka gatuar, e fëmijë tjerë që kanë ndihmuar me mundësitë e tyre, po s'duhet i përfshi të gjithë. Po kemi qenë brenda luftës. Pra vllau e ka ditë shumë mirë që mundet edhe jetën me dhon. Babai im dritë past, mësues ka qenë dhe ka thënë në sy ton, unë i kam 6 djem 3 fali me zemër lirisë së Kosovës. Pra ne kemi qenë para përgatitur për që do të ketë edhe viktima. Zoti ka dashur mos jemi të vrarë, ai ka humbur dorën ose ai thotë ja kam fal dorën lirisë së Kosovës dhe nuk e kam humbur. Ai psikologjikisht ka qëndruar shumë mirë edhe atëherë kur e ka humbur dorën, na ka dhënë ne të tjerëve moral. Ai është kthyer i pashëruar në koshare, ka dashur të merr pjesë prapë në luftë, po ishte Agim Ramadani që kundërshtoi që të futet me një dorë në luftë sepse kishte frikë se ai do të vritet pastaj. Pa ishte i gatshëm, ai është i gatshëm edhe sot, nëse vendi e kërkon edhe sot është në gjendje të shkojë në vit frontit, po dash Zotit mos kemi nevojë. Po është i gatshëm, me shëndet është mirë, psikologjikisht është mirë, nuk i pëlqejnë këtë sharje fyrje, po nuk e rrëzojnë.
Protezën pret me e marrë brenda 2 javë, sepse atë ditë kur po flas ishte matja e fundit, gjithçka ishte finalizimi i saj dhe ende se ka marrë. E di që do t'ja lehtëson jetën teknikisht sepse do t'i bën shumë veprime se nuk ka nevojë, për shembull, nëse një sheqer don me hedhën kafe, mund ta hap më lehtë se sa që ka hap deri tash. Kështu, po mirë është, më shëndet dhe me anën psikologjike shkëlqyeshëm.